përshëndetje nga shtëpia e Kosovës. Vip shtëpia shumë njerëz, ndërsa i kam takuar gjatë tyre ditëve të qëndrimit tim në Prishtinë, e kanë quajtur shtëpia e Kosovës dhe për këtë më vjen vërtet shumë mirë se kthehet paksa më personale, bëhet paksa më ngrohtë dhe më e afërt. Nëse quajmë shtëpia, thuhet shtëpia. Shtëpia e Kosovës, po shtëpia e gjithë shqiptarisë pra. Shtëpia, okej. Mirë, atëherë menjëherë do doja të pyesja Gjeraldinë dhe Arnorën në lidhje me atmosferën e këngës, tekstin, si e pat. Edhe si mendoni se do ta shikojnë edhe njerëzit nga jashtë? Edhe më herët desha... Të jemi shumë entuziast për të këngë. Desha ta shfrytëzoj rastin, t'i falenderojmë Digital Bit edhe njëherë. Reality shows nuk është hera parë që ka ndodhë. Ka ndodhë për herë të parë që një show mbledhen mentalitete kaq të ndryshme, të cilat po është në këtë mënyrë u paraqiten në këngë. Kënga na bjen një entuziazm shumë të madh, entuziazmi vret në qytet edhe t'i informoj banorët ta dinë se çfarë po ndodh, sepse gjithë me padurim e presin këtë festë të madhe. Tërë sy e veshja nuk e të dëgjuar. Po. Dhe ajo vret edhe në këngë, jam shumë e lumtur që e ndëgjoj një këngë kaq të bukur dhe me zepres klipin. Okej. Arnora? Ishte një emocion shumë i veçantë dhe një ndjenjë prej asaj që ju mësuan me qenë pjesë e shtëpisë. Sinqerisht ishte një kënaqësi që më dha rasti të jem pjesë e këtyre dhe të jem pjesë e kësaj këngë. Normalisht kisha dashur mi përgëzu gjithë ata që kanë realizuar këtë këngë. Normalisht që është dashur edhe shtëpia me jep kontributin e vet, si gjithë shqiptarët dhe shfrytëzoj rastin mja urruni që invitorin e pavarësisë gjithë shqiptarëve. Atëherë, unë do doja të falenderoja Gjekin, Arnorën edhe Shqipëriun që ishin sonte me ne. Faleminderit shumë. I përcjellim me dorë dua trokitje dhe me putje dhe përçafime. Shumë faleminderit gjithëve. Faleminderit shumë. E bëjmë bërë të shpinë tonë. Së bashku Gjeki, ndoshta javës që vjen. Shqipëri. Faleminderit gjithashtu. Ciao Shqipëri. Edhe Arnora. Atëherë ka ardhur një lidhur moment në kësaj radhe serioz. Duhet të mbyllim zyrtarisht televotimin i cili është hapur këtu e një javë më parë për gjithë banorët. Të gjithë kanë kaluar në televotim publik, është votuar në Kosovë, është votuar edhe në Shqipëri, përveç Engjit e cila tashmë duhet bëhem të ditur zyrtarisht që nuk është një banore konkuruese, sa u gëzuan, o zot sa u gëzuan. Ajo kështu ka preferuar të shfaqet sa bëhet pjesë e një reality show, si një vajzë që vjen me një mesazh të posaçëm dhe për të turbulluar ujrat e të gjithë banorëve, për të ndryshuar ndoshta destinacionet e tyre, për të sjellë një tjetër ritëm, kështu që Engji deri më tani ka dalë. Prisni se do të ketë surpriza të reja në vazhdim. Sigurisht, produksioni ka menduar për çdo detaj. Por, tani, nuk mund të themi që as engjët nuk janë të turbulluar edhe ujrat. Se ka menduar shumë të lehtë kjo punë. Sido që tjetë... Ka parë më të lehtë nga të. Atëherë, është një tjetër moment për një tjetër surprizë. Afrona. Surpriza e radhës është për ty, ndaj soi të shkosh në dhomën e rrëfimit. Inshallah mundem. Afrona në shpajzë. Era të t'jap dorën do të qoj. Nuk të vazhdosh. Ma në fund besoj që një moment i lumtur për Afronën. Po ulem në vendin e Afronës, sa për Engji. Kishte vaj Afrona, kishte locët Afrona, po tani më të shohim që asjellim pa gaz. Atëherë Afrona të shkojnë në dhomën e rrëfimit. Në fakt Afrona është një vajzë bukuroshe, ne këtë e kemi thënë që në fillim ndërsa është prezantuar. Jeton në Zvicër. Ajo është angazhuar dhe si aktore, ushtron profesionin e modeles, ndoshta ajo në kohë të plot, por është një prej dëshirave dhe pasioneve që Afrona ka. Tashmë prej disa ditësh është bërë pjesë e këtij reality show dhe duket se përgjatë gjithë qëndrimit të saj në Vip Shtëpia ka ngacmuar të gjithë nga pak. Në kuptimin të gjithë kanë dashur. Albana, mu më duket që ajo s'ka ngacmuar, po sinqeriteti i saj edhe mbasi naiviteti i saj i ka ngacmuar femna në shtëpi. Se di që mund të na thojnë këto se? Po fillojmë prej Rënelës. Po, Afrona është 20 vjeç, kupton, është vajzë shumë e mirë, unë e kam thënë dhe e përsëris, por është diçka që lotët e Afronës, dhe më thënë, ajo nga njerë qanë vetëm se i derdhet gota me ujë, kupton, këto gjëre kanë bërë... Këto janë falsë? Jo, këto nuk janë falsë, këto besoj se ka nevojë të rritet, dhe prandaj kam qef ta shoh njerë Afronën me nerva.
Mirë, Afrona është në dhomën e rrëfimit ose në shpajz. Përshëndetje edhe një herë Afrona. Në fakt të kemi pozicionuar aty në një ambient më intim, sikurse është dhoma ku rrëfehemi, ku themi ato që nuk mund t'i themi do të përballë, për sa kohë jemi në një konkurim të tillë, por të kemi pozicionuar aty për të bërë një bisedë pak më të ngrohtë, pak më të afërt. Dhe pyetja ime është sa të ka munguar familja? Shumë. Më ndigjoni? Të dëgjojmë. Shumë. Kush të ka munguar më shumë, Afrona? Mami. Mami. Më trego pak se si është lidhja jote me mamin tënd? Ekstrem. Mamin e kam si motër, si shoqe, më përkra për çdo gjë. Për atë kisha bërë çdo gjë. Nëse i kishte ndodhur diçka asaj. Ajo është si thëm. Është si angel, është angel. Mami jo të ka ndjekur dhe të ka ndjekur 24 orë. Ajo të ka lërë një video mesazh, një mesazh zanor në fakt, është zëri i saj, kështu që fjalët e mia janë të tepërta të ftoj të dëgjosh mamin tënd. Mendoj ma Afrona, nuk ti është shpeti mamit, pasi që kam edhe emocion nga ju që më mungon shumë, a të kemë mundësi që në pak fjalë të them gjithë ato që çfarë ti e meriton në zemër. Dashur Afrona, të të them se të dua është e tepër. Të them se krenare jam me ty, nuk mjafton fjalët. Na mungon në çdo hap, dhe shërbëm të nga mamit. Kam shumë emocion. A ty, çdo gjë është bosh këtu. Shpirti i mamit, qëtësia, sinqeriteti, mosha e jote, mund të interpretoni të si naivitet, por të gjithë që të njohin dhe të dinë që je një vajzë e re me ëndra, me dëshira dhe vullnet të fortë për të realizuar këto dhe mbi të gjitha kultura ka bëruar vendi zvicran, duke mos luajtur rolin, por duke qenë autentike, gjithmonë duke qenë vetvetja, duke respektuar të tjerët, e dinë që je vetë Afrona tema. Si man të dëshiroj dhe këshilloj, të ruash dhe të jetosh vlerat e tua, që të mund të ecësh rrugës së realizimit të ëndrave të tua tema. Të pranë, të duam dhe të jemi pranë në çdo moment, si gjithmonë, të gjithë të dashurit të tu, e në veçanërisht unë mami, babi rit dhe vëllezërit të tua fëmijë dhe njëri. Përfundimisht, i falenderoj me redaksisë të Big Shpia, që më dha mundësinë të përcjell këtë pak fjalë Afronës time të dashur. Më mungon shumë o shpirt, të dua shumë. Edhe unë të dua. Mamë. Edhe unë të dua. Gjithë. Mamë. Më falë. Për çfarë të fali mami Afrona? Jo më falë unë që qaj. Ato janë lot malle, ato janë lot dashurie, janë më së të justifikuar. Faleminderit që më keni dhënë ta ndigjoj zërin e mamit tim. Të kanë inkurajuar? Si? Të kanë dhënë kurajo, të kanë dhënë forca, të kanë dhënë zemër? Çdo herë, mami ka qenë, çdo gjë çdo herë më ka përkra. Në çdo aspekt, në shkollë, në ëndrat e mia, çdo herë ajo ka qenë që më ka përkra shumë. Babi ku është Afrona? Edhe babi është, edhe ajo është, si thonë, si shoku im më i ngushtë. Por me babi nuk jam aq i bindë, si sa jam me mamin e bindme. Afrona, Urno. të ftoj të vish pranë nesh, e dashur, të durojmë një përqafim së pari. Eja. Faleminderit.
Ndërkohë pash Morenën që s'po mbante dot lotët. Përse që gjithë emocionuan për çka pam. Po. Çfarë ndikon te këty fakti që janë fjalët e një nëne? Po, vetë fakti që jem fjalë të një nënë edhe dihet që nëna është pjesa më e dashtën e fëmijës, mënej. Edhe Ndoshta dhe jem lidhja, fjalë të zemrës edhe ndoshta raporti që ndërlidha kanë vetë, ndoshta pak të fjalë të nënës Afronës. shikon diçka të ngjashme, ndoshta edhe në raportin që ato kanë, kaq të afërt, diçka të ngjashme me diçka që ti nuk e ke më. Realisht, me thënë drejtën, gjërsa po fliste e nderuara nëna e Afronës, pash vetën atje. Për atë mendova shumë gjatë diçka dhe ishin fjalë shumë të mira dhe normal që një njeri që ka zemër, derdhë dhe lotë. Është mëse normale. Ronel, gjatë kësaj jave ne po flasim raportet me nënat për koincidencë për të dytën javë, por ti përmend shpesh babin tënd. E ke përmendur fakt që javën e parë. Po. Po, në qoftë se ka diçka që mua vërtet mund të më arrin që të më ngrije nerva, të acarohem. Se ju flisni, unë nga ta marrë Afronën, ta shëshrejt se kuptohet ka shumë emocione, si që ishte edhe nata e sëndme. Afronën dashur, ku duash. Kishim shumë lacët, Po u ngritëm lëtëzimi, për ta lëtë përshëntuar. Përveç Afronës, ne banorë tjerë nuk kemi pasur mundësi ta shohim edhe Florin, por tani jemi në tjetër moment rëndësishëm. Po, jemi pa tjetër, është ardhja e Zarfit të eliminuar, Është ardhja e por Zarfit. më duket se Ronela duhet të vinte pikën asaj që nisi thoshte, në raport me babajnë e saj, dhe në fakt kam gjërkohën në distansion Babin unë për ta kam dëgjuar të. dritë syve të mi edhe ai është i vetmi njeri që unë mund qaj apo mund të bëjt çdo lloj gjëje, domethënë për ato. Kështu që ta dini nëse doni më pa me nerva këtu, thoni gjë për babin tim edhe te gardhi atje. Mirë, e ka shndruar situatën, e ka kthyer paksa në humor Ronela. Është momenti që ne të thrasim Zarfin për të komunikuar më pas kush është banori që do të lërë VIP shtëpia për sa i takon kësaj jave. Po, erdi. Zarfi ka ardhur. Shkova, unë shkova. I ftohtë si vdeka. Shkova. Ciao, shkova. Mirë broma. Si kalove? Mirë, faleminderit. Në i problema diçka? Jo, asgjë. Mirë. Atëherë hapim Zarfin. Publiku ka vendosur. Tash se s'kishte asgjë në Zarf, por sigurisht që ka. Atëherë, publiku ka vendosur. Banori i parë që i shpëton eliminimit dhe vazhdon garën për të shkuar në gjysmën finale në ardhshme dhe më pas për të shpresuar për të qenë protagonisti i finales së madhe është Flori. Kuptohet që Ardi shkon Televotim, direkt në nominim. ndërkohë që banorja e dytë, e cila i shpëton eliminimit të kësaj jave, është Temër, dhe ajo është Morena. Kanë mbetur vetëm 2 banore. Engji nuk është tashmë Dy banore nuk kam e të eliminuarve ose pretendentëve për të lënë konkurimin. Ronela dhe Afrona. Mund të afroni pra një atë s'ka problem? Kam emocione shumë. Ke emocione? Okej. Atëherë, publiku ka votuar. Kosova dhe Shqipëria ka vendosur. Banorja që duhet lërë shtëpinë duke hequr përfundimisht dorë nga çmimi i madh dhe aventura e saj në VIP shtëpia 3 është Afrona. Afrona. Okej, duhet ta përcjellim Afronën. Duhet ta përcjellim Afronën, e cila sot ishte stër emocionuar
Ka përjetuar emocionet e papunme që prej fillimit spektaklit Natës Sofme, siç duket tashmë këtu mbyll aventurën e saj, duke qenë pjesë e një reality show, të gjithë do ta mbajnë mend për vajzën me sytë e bukura, për vajzën e sinqertë, për vajzën që na foli shumë për familjen e saj. Besoj se kjo aventurë që do dalë super e fortë dhe më ka lidhur. Pasi që vetë tha, nuk janë gjësion. Dhe për vajzën që ka arritur të na dhurojë alegri duke e ndjekur përmes ekranit. Urime, suksese. Ju ka dhënë të tjera emocione dhe një kohë. Shihemi më vonë kemi after party, okay? Mos u zgjidh. Një duat rokitje për Afronën, bravo Afrona! Bravo! Afrona po largohet! Atëherë ju kujtoj të uleni, të rehatoheni, shpëtuat dhe këtë javë, por është një tjetër moment. Ardi na mungon, e përsërisim edhe një herë, arsyet për cilat ai është jashtë dyrave të shtëpisë sot, por jo për të lënë këtë garë, është për shkak të impenjimeve të tij artistike dhe kjo ka qenë një marrëveshje. Pra ai duke qenë në skenë në një kompeticion europian, tashmë ne i kemi dhënë të drejtën për të qenë prezant atje, por e drejta për të qenë atje e ka dërguar me njëherë në nominim. Pra Ardi është i nominuari i parë për gjatë kësaj jave. Unë kisha vazhduar me Morenën. Se gjithë për meje. 2 emra, 2 arsye. Më falë tani se 2 emra... Në të 2 jemi vetëm. Je, po mirë pra? Një emër, një arsye. Nominohesh ti. Okej, kjo ishte një është fare e qartë. Një emër, një arsye dhe të Po lutem sa më kuptohet që veç dy banor kanë vetë. Kështu që mendoj që me shku krejt në... Në të vikim shpejt. gjithë. Ne na duhet një emër dhe një arsye. Po, veç këta dytë janë. Një emër. Okej, se në mësu me të emra. Po e këmë thonë edhe ma herët, Flori, për shkak se di. Okej, Flori ka Jom shkuar. feministe edhe ndoshta... Po të paktën pse Flori me Flori është gentleman. Po, Gjithsesi kjo është arsyeja e Morenës. është diçka që kemi mbet pak, jo me qef. Okej. Një vot ka Ronela? shkuar për Florin. Di unë tash unë s'dua që ta marrë njerëzit personale, po unë Morenën e kam shoqe këtu që sa kam hy, kupton? Edhe unë feminista me brir jam, edhe kështu që Flori ka ngel, unë me gjithë qef Ardit ja shtoj dhe një vot, nuk du ta nominoj Florin, po u pranoj, kështu që Ardit ke dhe një vot plus prej meje. Në më Flora si ka mundësi ti e më gentlemani këtu? Jo, unë nuk dua të nominoj Florin, dua të nominoj Ardin. Ardi, po Ardi vetë shkoj. Po s'ka që edhe një vot kështu me mëshim. Ja ma tani, paket. tash duhet të zgjedh dikë tjetër. Flori ka... Duhet me zgjedh dikë tjetër. Florin. Dgjoj, nuk ka Flori. problem. Unë... Engjë, mund ta nominoj? Jo. Ja. Flori, pse tregohesh kaq altruist? Më thuaj të vërtetën. E bën një sekond, të lutem se është moment serioz, Shuki. E bën për efekt show apo je e vërtet i tillë në jetë reale? Se unë nuk të njoh personalisht, të njoh vetëm në skenë, ndoshta si gjithë publiku. E ktheva përgjigjen unë, duket aty që thash që... Jo, do doja ta dëgjoj edhe një herë, sepse më bëri shumë shtypje fakti që është edhe një herë. do doja të nominoj Engjin. Njerëzit... Jo, bra për batut, te bra për batut. Njerëzit do më thënë që më njohin jashtë, din shumë mirë se sa i kam ndihmuar njerëzit, sa shpirt kam dhënë, e të gjitha gjërat e tjera. Tani këtu po luhet loj. Unë që ku kam ardhur nuk kam luajtur loj. Tani fakti që dyja goca tani, edhe ratën e parë të dyja emrat e kishin njësoj. Edhe tani po unë që kam njësoj se nuk e diun se... Jo, unë e thash, unë nuk doja të nominoj Të flasë unë se kam unë Florin, radhën të flasë. Më kupton se nuk më shqetëson fare, domethënë. Nëse duhet të jemi altruiste të gjitha, unë nuk e di. Mos u habit edhe për aleancat, Flori. Ato gjetën një arsye feministe, por tani më duhet një emër shpejt, sakt. Shovenist, se s'ka ngel gjo. Kujt i bie 10, është e vërteta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nominohet Ronela. Atëherë do të shfaqet në ekranet tuaja dhe grafika. Flori, Ronela dhe Ardi shkojnë në televotim. Pra javës që vjen, njëri nga të tre do të lërë vip shtëpia. Duket se janë tre konkurrentë të fortë, por di që rreti tani sa vjen dhe ngushtohet. Atëherë, Morena i shpëton kësaj radhe nominimit. E gëzuar? Po. Mirë, ne kemi mbritur në fund, Morena po buzëqesh me të drejtë, sepse nuk është në televotim, do t'jetë më komode, nuk do lajë dhe do shlaja shumë. Ato i komboj për relax. Ne kemi mbritur
kemi mbërritur në fund të këtij programi televiziv. Ju falenderoj përzemërsisht për vëmendjen që na kushtua. Do shihemi sërish javës që vjen. Banor, jepni maksimumin, sa më shumë. Edhe 2 javë kanë mbetur, gjysmë finalja dhe finalja. Atëre, shikues, deri të në tjetër. Ciao, ciao.